Në Qendrën për Kulturë është mbajtur seminari përgatitor kushtuar haxhit. Ky organizim është realizuar nga ana e Myftinisë së Tetovës, ku pjesëmarrësit që tashmë kanë plotësuar kushtet për të shkuar në haxh janë njohur me të gjitha detajet rreth këtij udhëtimi të shenjtë. Sipas Myftiut të Tetovës, Selver Efendi Xhemaili, të gjitha përgatitjet janë bërë dhe udhëtimet zhvillohen më 25, 26 dhe 27 maj. Nga Tetova këtë vit për haxh shkojnë 478 qytetarë, që është një numër rekord. Haxhit e Tetovës do fillojnë me udhëtimin drejt vendeve të shenjta, me që është një ibadet që ka disa kushte, ka mësimet e veta të veçanta se si krihet, si realizohet, dhe për të qenë më të përgatitur, ne sot bashkërisht me të gjithë edhe hoxhallarët të cilët janë udhëheqës të haxhilerëve, jemi këtu në Pallatin e Kulturës, e kemi quajtur një seminar trajnues, pra është një parapërgatitje për haxhilerët tanë dhe shpjegohet në detaje parapërgatitje teknike të gjitha të cilat i kemi bërë dhe gjithashtu shpjegohet në detaje dhe mënyra se si do të krihet haxhi. Kjo është e nevojshme për arsye se kur të mbërrim në vendet e shenjta të kemi haxhit më të përgatitur që në formën më të mirë dhe më të bukur ta kryejnë këtë ibadet. Është një ibadet që një herë në jetë kryhet, prandaj edhe ka nevojë të shpjegohet paraprakisht. Nuk është i vetmi takim me haxhilerët, por kjo është sot e para. Pastaj do të vazhdojnë takime në xhamia me udhëheqësit, me hoxhallarët dhe të bëhen shpjegime edhe më të mëdha dhe mbas të kërkesave të haxhilerëve dhe pyetjeve do t'u jepen përgjigje të adekuata. Këtë javë që vjen do të bëhet dhe vaksinimi i udhëtarëve për në haxh në bashkëpunim me Spitalin Klinik të Tetovës. Krahas kësaj, sipas Myftiut të Tetovës, Selver Efendi Xhemaili, janë marrë vizat dhe janë bërë të gjitha përgatitjet teknike që udhëtimi për në vendet e shenjta të realizohet pa probleme.